Janë të përqendruar në garantimin e rendit dhe sigurisë publike, por tregojnë dhe humanizmin e tyre për njerëzit në nevojë. Janë efektivët e drejtorisë së policisë në Lezhë, të cilët kanë mbështetur kryqin e kuq në dhurimin vullnetar të gjakut për fëmijët talasemik. Jeta e njeriut është më e rëndësishme se gjithçka, dhe për drejtorin e policisë në Lezhë Niko Brahimaj, kjo fushan do të jetë zgjeruar dhe vazhdueshme. Unë ju përgjigja me kënaqësi thirrjes që organizata policore e drejtorisë qarkut Lezhë të dhurojë gjak për njerëzit në nevojë. Dhe siç po e shikoni edhe ju vetë, ne po realizojmë këtë hap pas hapi, do ta shtrim dhe në të 3 komisariatet. Kjo seancë është një shembull dhe për institucionet e tjera dhe sipas drejtoreshës së kryqit të kuq në Lezhë, Florinda Gjergji, është e nevojshme që gjaku të mos mungojë. Kjo seancë do jetë shembull dhe për seancat e tjera dhurimit vullnetar gjakut. Ne do të bëjmë sensibilizim në të gjitha institucionet e qarkut Lezhës, sidomos në drejtoritë të gjitha ndërmarrjeve, siç janë drejtoria e arsimit, siç janë drejtoria e tatimeve dhe gjitha institucionet e tjera, në mënyrë që gjaku të mos mungojë. Thirrja së kryqit të kuq shqiptar për dhurimin vullnetar të gjakut i është përgjigjur i gjithë efektivi i policisë në Lezhë, duke dhënë ndihmën e tyre për fëmijët talasemik.